Duart e saj janë sakrificë. Zemra e saj është dashuri pa kushte. Ajo zgjohet para teje dhe flet pas teje. Ushqehet pasi të jesh ngopur ti dhe lotët i fshin në heshtje që ti të qeshësh me zemër. Në Islam, nënës i është dhënë një vend që askush tjetër nuk e ka. Xheneti është nën këmbët e nënës, thot profeti Muhammed a.s. Mos e harro, mos e lër të presë, mos i ngri zërin, sepse Zoti i Madh e ka lidhur kënaqësinë e tij me kënaqësinë e nënës dhe të babait.